Mungesa e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Skënder Hita në seancën dëgjimore të Komisionit për Reformën Zgjedhore solli përplasje mes deputetëve të mazhorancës dhe opozitës. Demokratët kundërshtuan raportimin e zëvendës drejtorit Sokol Bishka me argumentin se çështjet e ngritura lidhen drejt për drejt me përgjegjësitë e drejtimit të institucionit. Këtu duhet ishte drejtori i përgjithshëm. Ne kemi patur 2 seanca të tjera të dëgjimore, një me prokurorinë e përgjithshme dhe një me SPAK-un, dhe kemi patur këtu përfaqësimin në nivelin më të lartë të 2 institucioneve kushtetuese. Duhet kuptojmë dhe kush janë ato çështje që policia e shtetit ka nevojë që jo vetëm do marrë ajo përsipër për bërë që nuk i ka bërë në përputhje me ligjin aktual. Unë nuk më duket se është një nga ato raste ku drejtori i përgjithshëm i policisë mund ta delegoj prezencën e tij. Një mbledhje kaq të rëndësishme. Ndonse socialistët ishin dakord me pretendimet e të djallëve, Damian Gjiknuri tha se Bishka ka qenë përgjegjës për policinë gjatë periudhës së zgjedhjeve. Ai ka ardhur dhe në rolin e një tekniku, pra një njohësi të problemit, një njeriu që ka koordinuar procesin e rolit të policisë në zgjedhje dhe ku ka më mirë se sa një profesionist dhe një njeri që është numri 2 i atij institucioni që njeh thelbin e problemit, të mund na japë mendime se çka mund përmirësojmë. Mungesën e Hitës, Bishka e justifikoi duke thënë se drejtori i përgjithshëm nuk ka qenë në detyrë gjatë zgjedhjeve të majit 2025. Në të dy rastet, qoftë për ndryshimin në ligjin për policinë e shtetit, qoftë dhe në rastin sot për reformën zgjedhore, në dy rastet kam qenë unë protagonisti që kam propozuar ndryshimet për policinë e shtetit, në ligjin për policinë e shtetit. Për çdo rast kanë ndjekur gjithmonë aktivitetet zgjedhore. Megjithatë, palët vendosën për shtyrjen e mbledhjes në një moment tjetër, duke kërkuar që të raportojë Skënder Hita.